këtë vit në qytetin tonë. Ta zgjasim dorën e ndihmës në muajin e mëshirës. Aksioni madh humanitar Shporta e Ramazanit u dedikohet jetimëve dhe skamnorëve. Duke pasur parasysh gjendjen e rëndë sociale të një numri të madh familjesh të Trevës tonë, Akea Dega Podiev ngulmon të japë kontributin e vet edhe në këtë aspekt dhe t'i shërbej çdo kategorie shoqërore me plane, projekte dhe nisma që i shërbejnë një mirëqenie të gjithanshme e veçanërisht kësaj kategorie me gjendje të rëndë ekonomike. Njëra ndër mënyrat që Akea ka paraparë në vazhdën e projekteve të saj në shërbim të shoqërisë është edhe shpërndarja e shportës Ramazanit nën moton "Ta zgjasim dorën e ndihmës në muajin e mëshirës". Mirë po realizimi këtij projekti nuk mund të bëhet pa kontributin dhe përkrahjen e afaristëve dhe njerëzve zemërgjerë dhe vullnetmirë. Shporta e Ramazanit është një aksion i madh humanitar për nder të muajit të Ramazanit që organizohet nga Akea për të 10-in vit me radhë në degët e saj në Prizren dhe Podujevë. Ideja e shportës Ramazanit është t'u japë rast qytetarëve që në mënyrë të organizuar dhe me një çmim simbolik të kontribuojnë sadopak në zbutjen e varfërisë edhe solidarizimin me ata që nuk kanë gjatë këtij muaji të bekuar. Prandaj, ne si asociacion, për arsyet që u përmendëm, kërkojmë nga ju t'i bashkoheni këtij projekti dhe ta jepni edhe ju ndihmën tuaj. Ndihmën tuaj mund ta kryeni duke dhuruar apo duke paguar artikuj të cilët do të përshtaten në natyrën e pakos. Këtë mund ta bëni duke vizituar ndonjërin nga dyqanet ku është vendosur reklama e shportës Ramazanit. Sqarim, shporta e Ramazanit është lëmosh e rëndomt e nuk është sadekatul fitër. Akea ju falenderon për kontributin tuaj. Së bashku në shërbim të shoqërisë.